prezencë fëmijëve, prezencë nanës vet, prezencë të vëllaut tem, edhe krejt midis qendrës policisë, u shu pranë tyne, ma ka hi, okej. Zoti është nalt, unë po thom me falje se fundit është baba i fëmijëve të mi, po halal s'ja bëj kur. Çka me bo? Qysh, cila është ndjesia ma e forta që e përjeton sot? Është frikë, është forcë, është lodhje? Cila është ndjenja jote? A është faj? Jo, faj jo. Jo, faj jo se do me thona me qef jemi marrë, nuk është në faj, lodhja është, frika u konë. Do me thonë që atë periudën vitin e parë, jashtë zakonisht në pas frikë, se gjithmonë është arë me stres. Unë e paradite jam vish me fmit mi, edhe qika vogël. Bab, nuk u zëmi për tit nanës ma, nuk u zëmi ahi nanës, promis mi që nuk ja hin. Jo, po ka vazhdu, ka pas ndales një vit, mas me hin shpe. Qa ka vazhdu, më i sa ka zgjatë dhuna? Një vit. Një vit ka zgjatë dhuna? Stresi, dhuna... Ani pse të ndam? Po? Ani pse të ndam, do më thona që 3 vjet nuk jemi bashkë. Një vit ka vazhdu krejt kjo, kauza, krejt stresi. Unë e po tham, as vet nuk e di, ku e kom gjetë qatë forcë, mi përvalu krejt sandat. Nuk e di, edhe nuk e di ku e gjetë unë e forcën me vazhdu për para.